Enesi radhiyallahu anhu ka treguar جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فوجده حزينا جالسا قد تخضبت بالدم من فعل أهل مكة. Njëherë Gjibrili ka shkuar tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe e ka gjetur të ulur dhe të pikëlluar. Ishte lyer me gjak për shkak se e kishin rrahur banorët e Mekës. Kuptohet që Gjibrili ka shkuar që t'ia lehtësojë dhimbjen profetit sallallahu alaihi wasallam, t'i jap kurajo, ta nxjisë për durim, edhe i ka thënë: "E tuhibbu an uriyaka ayatan?" A dëshiron që unë ta tregoj një shenjë që ti je i dërguar i Allahut? Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Naam", tha po, më pëlqen. Qala fa nadhara ila shajaratin fa qala ud'u bi hadhihi ash-shajara. Gjibrili pa një pemë, edhe i thot profetit ton sallallahu alaihi wasallam: "Thirrë atë pemën të vi këtu." Qala fa da'a biha fa ja'at bayna yadayhi. Kështu i thiri pemës, edhe pema erdhi para profetit ton sallallahu alaihi wasallam. U vendos para profetit ton. Pastaj i tha: "Murha fel tarji' ila makaniha." Pastaj i tha: "Urdhëroje që të kthehet në vendin e vet." Profeti sallallahu alaihi wasallam i dha urdhër dhe pema u kthye në vendin e vet. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Hasbi." Tha: "Më mjafton kjo shenjë." Pra Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dhënë profetit ton sallallahu alaihi wasallam shenja të qarta që dëshmonin se ai vërtet ishte i dërguar i Allahut. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam ka vuajtur shumë, sidomos gjatë periudhës së Mekës. Shumica e njerëzve ishin kundërshtar, paria e Mekës e mundonte. Ka ndodhur që dhe e kanë rrahur dhe e kanë gjakosur, sikur se kuptohet nga ky hadith. Dhe Gjibrili ka shkuar që ta qetësojë profetin sallallahu alaihi wasallam. Padyshim që shenjat, argumentet, siguria në iman, besim, bën që njeriu të ketë qëndrueshmëri në fe, qëndrueshmëri në thirrjen e njerëzve në fenë e Allahut të lartësuar. Sa më të fortë që ta kemi imanin, sa më shumë siguri të kemi në rrugën tonë, aq më shumë qëndrueshmëri do kemi në fe. Prandaj shtimi i diturisë, njohja e argumenteve, njohja e dëshmive të profetësisë të dërguarit që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e shtyn besimtarin për më shumë, i jep qëndrueshmëri në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Lusë Allahun na mbajë në fenë e tij, na forcoj. Allahu shpëlbeft të mira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.